Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Qarkun e Vlorës, Bujar Leskaj, zhvilloi një takim me banorët e fshatit Dukat në njësinë administrative Urikum, së bashku me kandidatët për deputet të Partisë Demokratike, si dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Selaudin Neloj dhe Atir Doxhaj. Leskaj shpreh mbështetjen dhe vlerësim për kandidatin Selaudin Neloj, i cili është përfaqësues i kësaj zone. Leskaj ndau pika nga programi i Partisë Demokratike si rishikimi i reformës territorialo-administrative për rikthimin e Urikumit bashki si prioritet i Partisë Demokratike. Investime konkrete për zonën, subvencionimet për bujqësinë dhe blegtorin, mundësitë e zhvillimit të agroturizmit, anullimi i projekteve grabiqare të marrjes së ujit nga burimet ujore të zonës janë disa nga angazhimet reale që do të ndërmarrë Partia Demokratike mbas fitores së 11 majit, u shpreh Leskaj. Intelektuali, arsimtari, qytetari fisnik, njeriu modest, Selaudin Neloj do eci në këto traditat më të mira dhe do t'i çojë më lart ato. Kjo ishte arsyeja kryesore, pra vlerat, integriteti si njeri, integriteti si burr, vlerat intelektuale, karakteriale dhe në vitet të vështira që ne si Parti Demokratike në ekipin ton të kandidatëve zgjodhëm edhe zotin Selaudin Neloj dhe për këtë unë i shpreh mirënjohjen time dhe respektin tim, një razide të kryetarit të PD-s, doktor Berishës. Leskaj ka përthirrje çdo banorit të Dukatit, të Radhimës, Trajgjasit dhe Urikumit për të mbështetur kandidatin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore Selaudin Neloj. Zonat përballen me probleme të mëdha dhe problemet e zhvillimit. Ju jeni fshatra që e keni kokën në mal edhe këmbët në det. Rama është lobus i atyre interesave antikombëtare. Këtë duhet ta ketë të fiksuar çdo shqiptar, çdo vlonjar. Këtë shpopullim që bëri Rama dhe që nuk e vret fare ndërgjegja, të marrë ai pronën tuaj për të bërë investitor strategjik. Banorët e Trajgjasit, banorët e Dukatit, edhe më shumë do ta kenë në të ardhmen gjithmonë Partinë Demokratike të qëndrojnë në krah. Sa kohë jemi ne deputet, Selaudini, Tirdi dhe unë, kjo nuk diskutohet.